Porti i Durrësit ka nisur javën me një vizitë të veçantë. Për herë të parë në kalatën nr. 5 është ankoruar super jahti luksoz Emerald Azzurra. Me një gjatësi prej 110 metrash dhe ndërtuar në vitin 2022, Emerald Azzurra është një anije luksoze në pronësia australiane, e cila ofron komoditete të klasit. Në bord ndodhen 83 turistë dhe 75 antarë ekipazhit, të cilët do të qëndrojnë në Durrës deri në orën 7 të ditës së sotme. Turistët do të vizitojnë qendrën historike të Durrësit, si dhe qytetin e Krujës, ku do të njihen nga afër me trashëgiminë kulturore Kalan, pazarin e vjetër dhe muzeun e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti. Ardhja e Emerald Azzurra në Durrës konfirmon rritjen e interesit të huajve për vendin tonë. Pas ndalesës në Durrës, superjahti do të vijojë itinerarin drejt Brindizit në Itali, ndërsa më herët ka ndëluar edhe në portin e Sarandës.